Horoskopi ditor, 3 shkurt. Energjitë dhe mesazhi për çdo shenjë. Data 3 shkurt sjell energji që kërkojnë vetdije dhe vendime të qeta. Kjo ditë nuk nxit nxitimin, por vlerëson maturinë, komunikimin e pastër dhe zgjedhjet që ndërtojnë stabilitet. Disa shenja do ndjejnë nevojën të sqarojnë situata të mbetura pezull, ndërsa të tjera do kuptojnë se një ndryshim i vogël është çelësi për ekuilibër. Energjia e kësaj date fton në përgjegjësi personale dhe respekt ndaj kufive, sepse qetësia vjen kur veprimi përputhet me qëllimin. Dashi. Një shtys për veprim ndihet herët dhe kërkon vetkontroll. Në punë, një situatë kërkon durim dhe qasje strategjike, jo reagim të menjëhershëm. Vendimet e nxituara sjellin keqkuptime. Në marrëdhënie, dëgjimi aktiv zbut tensionet dhe forcon besimin. Beqarët përfitojnë nga një bisedë e sinqertë që sqaron pritshmëri. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, qetësia rritet kur energjia kanalizohet drejt prioriteteve reale. Kjo ditë nuk është për prova force, por për zgjedhje të mençura. Kur frenon impulsin dhe vepron me vetdije, krijon hapësirë për përparim të qëndrueshëm. Një lajm i vogël në fund të ditës sjell qartësi për hapin pasardhës dhe rrit besimin në drejtimin e zgjedhur. Demi. Një nevojë për stabilitet shfaqet natyrshëm dhe dita favorizon organizimin praktik. Në punë, përqendrimi te detajet dhe mbyllja e çështjeve të hapura sjell lehtësim. Shmang shpërqendrimet. Në marrëdhënie, qetësia dhe qëndrueshmëria jote krijojnë siguri. Beqarët tërhiqen nga dikush i sinqert dhe i duruar. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim dhe rregullim buxheti, jo për rreziqe. Emocionalisht, balanca ruhet kur ndiqet një ritëm i qëndrueshëm. Kjo ditë shpërblen durimin dhe zgjedhjet e maturuara. Kur i beson procesit dhe nuk nxiton, gjithçka rrjedh më lehtë. Një moment reflektimi në mbrëmje ndihmon të sqarosh prioritetet dhe të ndërtosh bazë solide për vendime afatgjata. Binjakët. Një fluks mendimesh kërkon strukturë dhe fokus. Në punë, zgjidh një prioritet dhe çoje deri në fund për të shmangur lodhjen mendore. Komunikimi i qartë parandalon keqkuptime. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë përmirëson klimën emocionale. Beqarët përfitojnë nga një takim spontan që sjell ide të reja. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla. Emocionalisht, qetësia vjen kur mendimet organizohen. Kjo ditë nuk favorizon vendime të nxituara, por rishikim planesh. Kur idetë vendosen në rregull, ndjenja e paqartësisë largohet. Një mesazh i papritur në fund të ditës sjell qartësi dhe motivim për të ecur përpara me besim. Gaforja. Ndjeshmëria rritet dhe kërkon mbrojtje emocionale. Në punë, një vërejtje duhet marrë me qetësi dhe reflektim. Qëndrimi i matur rrit respektin. Në marrëdhënie, hapja e butë sjell afrim dhe shmang keqkuptime. Beqarët kuptojnë më qartë çfarë kërkojnë. Financiarisht, dita kërkon disiplinë dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, forca rritet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë nuk është për vendime madhore, por për përkujdesje dhe vëzhgim të brendshëm. Kur dëgjon intuitën dhe respekton nevojat personale, zgjedhjet bëhen më të sigurta. Një bisedë familjare në mbrëmje sjell qetësi dhe ndjenjë mbështetjeje. Luani. Dëshira për drejtim kërkon ekuilibër dhe maturi. Në punë, komunikimi i qartë dhe respektimi i roleve shmang tensionet. Një përgjegjësi e vogël e menaxhuar mirë rrit besimin. Në marrëdhënie, prania dhe vëmendja vlen më shumë se fjalët e mëdha. Beqarët përfitojnë nga një njohje e qetë. Financiarisht, dita favorizon rishikim shpenzimesh. Emocionalisht, stabiliteti rritet kur nuk kërkohet vëmendje e vazhdueshme. Kjo ditë mëson vetkontrollin. Kur vepron me zemër të hapur dhe qartësi, rezultatet bëhen të qëndrueshme.
Një kompliment i merituar në fund të ditës rrit motivimin dhe konfirmon drejtimin e zgjedhur. Virgjëresha. Nevoja për rregull sjell qartësi dhe lehtësim. Në punë, mbyllja e detajeve të hapura rrit efikasitetin. Shmang perfeksionizmin e tepruar. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë zgjidh pa qartësi. Beqarët ndihen më të sigurt kur komunikojnë qartë. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim dhe organizim. Emocionalisht, balanca rritet kur lihet hapësirë për fleksibilitet. Kjo ditë mëson se jo çdo gjë kërkon kontroll absolut. Kur i beson procesit dhe ruan ritëm të qëndrueshëm, qetësia rritet. Një ide praktike në mbrëmje ndihmon të përmirësosh rutinën dhe të kursesh energji. Peshorja. Kërkesa për ekuilibër udhëheq zgjedhjet. Në punë, bashkëpunimi i hapur sjell rezultate më të mira se sa hezitimi. Qëndrimet e qarta shmangin keqkuptime. Në marrëdhënie, dialogu i ndershëm forcon besimin. Beqarët tërhiqen nga sinqeriteti. Financiarisht, ruajtja e masës mbron stabilitetin. Emocionalisht, balanca arrihet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë favorizon vendime të menduara. Kur vepron me integritet dhe qetësi, ndihesh më i sigurt. Një ftesë sociale në mbrëmje sjell harmoni dhe ide të reja. Akrepi. Thellësia emocionale kërkon sinqeritet. Në punë, transparenca ndihmon në mbylljen e çështjeve të ndërlikuara. Shmang strategjitë e fshehta. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Beqarët dallojnë më qartë qëllimet. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve mbron interesat. Emocionalisht, lëshimi i kontrollit sjell çlirim. Kjo ditë favorizon transformimin dhe pastrimin e energjive të vjetra. Kur pranon realitetin pa rezistencë, forca personale rritet. Një e vërtet e thënë në mbrëmje sjell lehtësim dhe qartësi. Shigjetari. Nevoja për orientim të qartë kërkon fokus. Në punë, shmang shpërndarjen e energjisë në shumë ide. Një zgjedhje e qartë sjell lehtësim. Në marrëdhënie, sinqeriteti mbi pritshmëritë shmang pa qartësi. Beqarët përfitojnë nga një aktivitet social. Financiarisht, dita kërkon maturi. Emocionalisht, qetësia rritet kur ekziston vizion i qartë. Kjo ditë nuk favorizon nxitimin. Kur vepron me vetdije, qartësia rritet. Një plan i thjeshtë në mbrëmje sjell motivim për ditët në vijim. Britsjapi. Përgjegjësitë kërkojnë konsistencë dhe durim. Në punë, përpjekjet fillojnë të vijnë re gradualisht. Në marrëdhënie, prania emocionale forcon lidhjet. Beqarët tërhiqen nga stabiliteti. Financiarisht, planifikimi sjell siguri. Emocionalisht, kontrolli i brendshëm rrit qetësinë. Kjo ditë favorizon vendime të menduara. Kur respekton ritmin tënd, ndihesh më i sigurt. Një bisedë e dobishme në mbrëmje ndihmon të qartësosh hapat e ardhshëm. Ujori. Riorganizimi mendor sjell qartësi. Në punë, idetë inovative kërkojnë strukturë. Në marrëdhënie, komunikimi i drejt për drejt afrimin. Beqarët vlerësojnë sinjalet reciproke. Financiarisht, dita kërkon kujdes. Emocionalisht, balanca vjen kur shmanget presioni i jashtëm. Kjo ditë favorizon reflektimin. Kur origjinaliteti bashkohet me përgjegjësinë, lind qartësi. Një takim i papritur në mbrëmje sjell inspirim. Peshqit. Vetë kujdesi sjell stabilitet emocional. Në punë, shmang përthithjen e stresit të tjerëve. Në marrëdhënie, siguria emocionale kërkon sinqeritet. Beqarët zgjedhin lidhje të qarta. Financiarisht, dita kërkon disiplinë. Emocionalisht, qetësia vjen kur respektohen kufit personal. Kjo ditë nuk favorizon sakrificat, por balancën. Pushimi dhe reflektimi rigjenerojnë energjinë.
Një moment qetësie në mbrëmje rrit harmoninë dhe besimin. Energjia e 3 shkurtit kërkon qetësi, vetdije dhe zgjedhje të menduara. Çdo shenjë merr udhëzime për të ndërtuar stabilitet dhe qartësi. Shkruaj shenjën tënde në komente. Pëlqej videon për mbështetje. Abonohu për parashikimet e radhës. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për qartësi.